Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, shoqëruar edhe nga shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura General-Lejtënant Arben Kingji, inspektoi laboratorin ushtarak në Spitalin e Traumës, një investim shëndetësor për efektivet e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Investimi përfundoi në mesin e vitit 2024 dhe këtë të shtunë, laboratori ushtarak i Spitalit të Traumës ofron shërbime për mbi 75.000 persona që përfitojnë nga statusi i ushtarakut. Ky shërbim shëndetësor adreson nevojat e ushtarakëve të shërbimit aktiv dhe të familjarëve të tyre, ushtarakëve në rezervë, kadetëve, studentëve, rekrutëve, si dhe trupave të atasheve, ushtarake të huaja dhe efektiveve pjesëmarrës në stërvitje dhe trajnime në Shqipëri. Ministri Vengu pa nga afër të gjitha investimet e bëra, ndërsa theksoi rëndësinë e këtij laboratori si një shtyllë të domosdoshme për shëndetin dhe gatishmërinë e forcave të armatosura, duke garantuar që ushtarakët të kenë mbështetje profesionale dhe moderne mjekësore në çdo kohë. Laboratori kryen 45 analiza kryesore nga spektri klinik, biokimik dhe bakterologjik të rëndësishme për diagnostikimin dhe kontrollin e shëndetit të ushtarakëve, me teknologji bashkohore të njëjtë me atë të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Në stafin e laboratorit punojnë 13 persona, specialistë, civil dhe ushtarak.